Du mi nda faktorët themelor cilët kishin qenë ata shkaktarët e kancerit, janë shkaktarët gjenetik edhe shkaktarët e ambientit. Shkaktarët e ambientit janë dikun 80%, ata cilët janë predispozit për mu qfaq kancerin, ndërsa shkaktarët gjenetik janë vetëm 20% edhe janë tek disa lloje të caktuar të kancerit. Mirë po, ma tepër vetë prej përqindjes, kur e shohim që 80% janë shkaktarët e ambientit, isha ndalë të disa prej shkaktarëve të ambientit. E para është kja mënyra e të jetuarit. Do të thotë nëse na nuk kujdesemi vetë për shëndetin tonë, është një prej faktorëve cilët mund të na shtyjnë në rrugën e shfaqjes së kancerit. Kja nëse kemi mbi peshë, sidomos tek gratë postmenopauzante nëse shfaqet mbi pesha, mandej mungesa e aktivitetit fizik, i cili është i rekomandueshëm diku deri në 4 orë, qoftë edhe ecje e lehtë gjatë javës për me bë secili person, për me ul probabilitetin e shfaqjes smundjeve kanceroze, po njëkohësisht edhe probabilitetin e shfaqjeve smundjeve tjera, edhe kardiovaskulare që janë një ndër smundjet në radhë të parë vdekje prurse në komplet botën. Do të thotë ky stili jetës ka përfitime jo vetëm në aspektin e mos shfaqjes kancerit, por edhe smundjeve tjera. Mandej mënyra të ushqyerit, kur tham tek mënyra të ushqyerit përfshi jo vetëm ushqimin shëndetshëm, cilin duhet me pas kujdes çka konsumon, por edhe sasia e porcioneve, edhe ushqimin kohën e duhur në bazë të metabolizmit edhe bioritmit vetë individit. Mandej tjetër çka pirja duhanit, pirja alkoolit, gjitha këta që i ceka një nga një në veten e vet, dikun për secila me nga 25% rrisin incidencën e shfaqjes kancerit gjirit, në kancerin përgjithësi, por edhe të gjirit që rastisht e ceka veç si terminologji, do të thotë secila prej tyne e rrit incidencën dikun 25 deri 30% për një person musmur prej kancerit. Po, doktoresh e përmende duhanin. Pa. Edhe neve në përditshmëri na ndodh me pa njerëz se cilët kanë jetu shumë healthy, sa i përket ushqimit, sa i përket aktivitetit fizik, mirë po në një ditë dëgjojmë që është diagnostifiku me ndonjë, do të thotë kancer në ndonjë pjesë caktune të trupit, përderisa ka edhe raste të tjera ku shohim njerëz të cilët janë duhanpers, janë, do të thotë, nuk kanë një jetë me aktivitet fizik, mirë po ata vazhdojnë të jetojnë edhe asnjëherë. Çka e bën këtë? Për shkak se është diskutabile shumë kush ka mu prek prej kancerit ose jo, sa i përket këtyne stilit jetesës. Aja në aspekti genetik veç është predispozit edhe e cila ka me qenë e sigurt ose 80 deri 100% e sigurt që ka mu shpreh kanceri i gjirit nëse dikush në familje është prekun me kancer të llojeve të ndryshme. Mirë po në aspektin e këtyne aktiviteteve përditshme jetësore, aty varet edhe prej imunitetit organizmit në veçanti. Mundet me pas edhe faktor tjerë etiologjik, qoftë mikroorganizmat të ndryshëm, me bakterje, me virus, me këpurdha të llojeve të ndryshme, me rrezatime të llojeve të ndryshme, me faktor domethënë fizik, faktor biologjik, faktor kimik, të cilat ndikojnë shfaqjen e kancerit, edhe mi pas të gjitha ta faktor në përditshmëri mu përballë me ta, edhe pacienti, edhe një individ mas me qenë mas mu prek prej kancerit.